Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një lakror me miell misri dhe presh. Në këtë video do të shikoni një mënyrë shumë të thjeshtë të përgatitjes së lakrorit me miell misri dhe presh, dhe është pikërisht metoda që gjyshja ime përdorte kur e përgatiste këtë recetë në shtëpi. Ju duhen shumë pak përbërës dhe më besoni që në fund fare do të kënaqeni me shijen e lakrorit fantastik me miell misri dhe presh. Tani është pikërisht periudha kur mund ta përgatisni, prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Si fillim dua t'ju tregoj që për këtë recetë un kam përdorur 2 presh, të cilët pasi kemi pastruar mirë, do t'i presim ata sa më imët të keni mundësi. I presim preshët imët dhe më pas i hedhim tek një tenxhere apo një tigan ku kemi shtuar pak vaj. Ushtojmë pak krip edhe do t'i gatuajmë në zjarr mesatar derisa të bjerë volumi i preshëve. Do t'ju marrë diku te 2 ose 3 minuta duke i trazuar her pas here, pasi nuk duhet të na digjen. Në momentin që shikoni që preshët kanë filluar të zbuten dhe volumi i tyre ka rënë, tani i largojmë nga zjarri dhe do t'i lëmë për të paktën 5 ose 10 minuta që të ftohen. Më pas, preshët që kemi përgatitur i shtojmë tek një tas i madh dhe aty do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Do të shtojmë në fillim një gotë plot me qumësht, do të shtojmë më pas një kokër vezë, do të shtojmë një gotë plot me miell misri, do të shtojmë një gjysmë lugë çaji me sodë buke dhe gjithashtu mos harroni të shtoni edhe krip sipas shijeve tuaja. Dhe tani të gjithë përbërësit i trazojmë mirë me njëri tjetrin derisa të formoni një masë të njëjtë. Pra kaq ju duhet për përgatitjen e kësaj recete. Kur gjyshja ime përgatiste lakrorin me miell misri në këtë lloj forme, pra duke i shtuar qumësht, ajo nuk përdorte as djath dhe as përbërës të tjerë. E di që në shumë raste, lakrori me miell misri gatuhet me kos ose me djath, apo duke shtuar edhe përbërës të tjerë, por këtë herë e kam sjell tamam siç e bënte gjyshja ime. Prandaj do t'ua sugjeroja që ta provonit në shtëpinë tuaj dhe jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer shumë. Pasi përbërësit i keni trazuar të gjithë mirë, mos harroni të ndisni furrën në 200°C dhe ta lini që të nxehet. Tani, tepsinë ku do të shtrojmë edhe lakrorin me miell misri do ta lyejmë më parë me pak vaj dhe sipër vaj do të hedhim pak miell misri. Ju shikoni që masa e lakrorit me miell misri nuk është as shumë e ushme dhe as shumë
e trash, pasi në këtë mënyrë del edhe shumë i butë lakrori me miell misri. Dhe më pas, në tepsi do të shtojmë edhe masën e lakrorit që kemi përgatitur. Pasi i keni hedhur të gjithë masën në tepsi, e niveloni mirë dhe sipër e spërkasni me pak vaj. Mund përdorni vaj normal apo vaj ulliri si të keni dëshirë. Dhe tani tepsinë e fusim në furrë në 200°C dhe do ta lëmë që të piqet për të paktën 30 deri në 35 minuta. Varet gjithmonë nga furra juaj, por edhe se sa të trash e keni bërë lakrorin. Për mua 30 minuta ishin mjaftueshëm dhe pas 30 minutash e heqim nga furra, mund ta lini pak që të ftohet dhe më pas ta prisni dhe ta servirni për familjen tuaj. Provojeni sepse me të vërtet ka një shije shumë të mirë. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.